Mirëmëngjes të gjithëve, ju uroj javë të mbar, mirë se vini në Reze Dielli, kënaqësi që takohemi çdo ditë bashkë, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion për t'u informuar rreth temave të ndryshme shëndetësore, historive të ndryshme, problematikave që na shoqërojnë nga aktualiteti, çfarë ndodh gjithashtu. Kështu që është një kënaqësi e jashtëzakonshme t'ju përshëndes dhe t'ju them mirëmëngjes çdo familje shqiptare që na ndjek. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me gatimin në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti, sipas edhe zhvillimeve që mund të përqasen në departamentin e lajmeve. Do të kemi mundësi që me doktor Ylli Merian të trajtojmë një tematik që lidhet me mëlçin. Bëhet fjalë për cirozën e mëlçisë. Kur e dëgjojmë na duket si një problematik e madhe, patjetër që është një dëmtim i mëlçisë, por do të bëjmë diferencën mes cirozës dhe mëlçisë yndyrosur apo problematikave të tjera që shoqërojnë mëlçin, cilat janë simptomat e para, si duhet trajtuar, çfarë dëmton gjithashtu dhe a është e rrezikshme apo jo për jetën në cilat faza të problematikës apo të sëmundjes së mëlçisë. Na ndiqni gjithmonë problemet e mëlçisë, sidomos me ushqime dhe jetën sedentare dhe mënyrën se si ne ushqemi janë të mëdha, ndaj duhet patur kujdes që her pas here të bëjmë këto trajtimet për pastrimin e saj. Shkojmë me njëherë në kuzhinë, fillojmë me recetat. Dhe jemi në kuzhinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Javë të mbar. Amin. Në fundin Ditë të mbar, diçka mbar. Muaj shkurt ikën kështu shpejt e shpejt. Fillon pastaj pranvera. Rilind natyra. Dhe rilindin ne. Patjetër rilindin dhe recetat tona bashkë me ne, sepse do gatuem sipas produkteve që sjell sezoni. Çfarë tha Liza? Në mars fillon viti. Ka filluar viti. Tani këto javë fillon viti i ri astrologjik. Prandaj është edhe kemi qenë me të vjetrin. Po. Atëherë. Çfarë gatuem sot? Do bëj qofte, po një mënyrë paksa ndryshe. Normalisht më duhet mishi i grirë, më duhet hudhra. I shtoj direkt edhe them edhe përbërësit. Pra, mishin e grirë. Do të shtoj sodën, masën e kripës, pakës fare piper dhe kumin që unë kam bashk, masën e qepës, thelpit e hudrës që vendosim 2. Shtoj vezën, piper të kuq të ëmbël, salcë e koncentruar, i përzije paksa. Më duhet të kem pakës vaj, ujë të gazuar, kam dhe galetën, bukën e thërmuar. Super. Gjitha, i largoj. Ujë gazuar, salca koncentruar, janë elemente shtesë, ndryshe nga qoftet që bëjmë në përditshmërinë ose ato qoftet klasike. Pra kemi sodën dhe ujën e gazuar, që është shtesa. Edhe soda edhe ujë i gazuar, 2 përbërës shtesë. Ndërkohë, sa bëhet masa gati, sa e trazon dhe sigurisht gjatë trazimit, përpunimit, edhe erëzat lëshojnë më mirë aromat e tyre dhe bëhet një bashkim më i mirë i përbërësve, unë po i lexoj recetën e shkruar. Qofte shtëpia në furrë, 300 gram mish i grirë, 1 kokër vezë, majdanos të grirë, 5 lugë gjelle galet, 1 qepë grirë imët, 2 thelpinj hudhër, 200 ml ujë gazuar, 1 lugë çaji salcë speci ose salcë domate, krip, piper i zi, kimion ose dhe paprika pluhur, të cilën e kemi shtuar. Kemi përgatitur këtë masë të brumit dhe mos harroni pak vaj ulliri që të rrëshkas mirë dora. E mira dhe është që duhet të qëndrojmë 30 minuta në frigorifer.
e punojmë Rezultati është më i derisa mirë me këtë qëndrimin e brumit me pushimin e tij, sepse edhe përbërësit. Këtu kam 4 spec jeshil, 4 speca që janë në formën e brirëve, dhe domate, pomodor. Unë kam zgjuar pomodorin që ka një shije paksa më të veçantë se domatja e zakonshme. Por nuk do të thotë që ju nuk mund vendosni domaten prirni në 4 edhe mbas një punimi të mirë, normalisht, pra vazhdimisht e kthejmë gjithkohën e kohës, derisa ajo ne ta ndjejmë edhe ngjyrën e një trajshme, edhe masën e një trajshme. Masën e një trajshme ndaj qepës, ë? Po, sigurisht, edhe shija do të jetë. Laj pak duart. Shpërndajmë mirë kripa, erëzat, qepa, gjithashtu. Do t'japim formën tani dhe do t'i shtrojmë tek tava ku kemi vendosur, siç tham, specat edhe pomodorët. Edhe për t'i dhënë pak ngjyra dhe bukuri, por edhe shije. Forma është edhe madhësia është si qoftë e zakonshme. E lugës. Gjë që unë do bëj sa është tepsia. Shtoj paksa këtu. Dhe normalisht këtë masë e ruaj sepse mund të bëj gjithçka. Po, është një masë brumi qoftesh që na hyn në punë për çfarë do lloj recete tjetër. Mund ta kalojmë me patate, mund të bëjmë pilaf, kujtu mund të organizohemi për të gatuar të tjera receta. Një rrugë e dy punë. E mbajmë në ngrirje dhe e përdorim në një moment tjetër. Tani, të lutem shumë, edhe një letër pjekje. Po. Që të mos e vëm aty sa të mbaroj këto këtu. Jo, kam diçka tjetër. Ja, këto këtu. Letrën e pjekës dua dy masa. Do e lagur besoj pak të letra. Jo, siç i ke pastaj. Marr një furçë. Gjë që furçën do t'i vendosësh tani në tepsi. Se do të mungojnë asë në qikë dekoret, i jep edhe një pamje më të bukur. Kuzhina është artë. Ne nuk gatuajmë vetëm për të mbushur stomakun, po të ngopim edhe syrin. Por edhe kjo prekje është për... Një pjekje më të mirë. Po, edhe piqen më mirë. Gati për në furrë. Specat, qofte shtëpie, domatet, siç e kemi thënë edhe herpaseri, nëse do të zgjidhni pastaj llojin e mishit për këtë qofte, për çdo lloj qofte, është më mirë kur i përziejmë lloje të ndryshme mishi, se e kemi thënë dhe herë të tjera, nga bakti të ndryshme për t'i dhënë një shije më të mirë, më të fortë. Ja pra, përfundoi receta e parë, me ngjyra me shije. Do ta vendosim tani si, do të duke e mbuluar, sepse ajo më duhet për gjë tjetër. Do ta lësh ashtu të fillimisht? Po, e lëm kështu. Okej. Me një temperaturë shumë të ulët, direkt e vendosim në furrë. Shumë të ulët i bie te 150 gradë, për të pjekur gradualisht, mos na digjen as specat dhe as qoftet. Pra, receta e parë përfundoi. Brumi i mishit të grirë i qofteve, brumi i qofteve që ne lam më njanë, sigurisht që do ta shihni në receta të tjera, por si do të kujdesemi për të, që të mos prishet edhe të mos na shkojë dëm, do t'i japim ato formën e qofteve.
Pra, për të ruajtur në frigorifer, Herën tjetër mund t'i bëjmë me qull, mund t'i bëjmë pilaf, me patate, çfarë të kemi ne oreks. Mjafton që t'i ruajmë siç duhet. Një gërshër, e kam këtu gërshërën, edhe. Të t'i presësh në kafe për t'i, që ka tjetra këtu. A e di sa gjëra kam më këtu? A e di sa gjëra kam më këtu? Ju nuk e keni iden. Kuzhinës. Merë dhe thikën, se mund t'na ju në punë dhe thika për t'i prerë. Pra, i kemi mbuluar me një letër tjetër kuzhinë sipër, me një letër pjekje. Dhe ja. Përfunduam në ngrirje tani siç janë. Kemi ruajtur, nëse e mbani mend dhe ju kujtohet, edhe domatet në verë, në këtë formë, i kemi prerë në disqe, siç janë bërë qoftet, dhe i kemi vendosur në ngrirje, ato që ndrojnë ashtu. Ja. Letra sipër, direkt në ngrirje, dhe ju e keni shumë kollaj më pas për ta shkrirë, sepse nëse do ta ngrinim siç ishte mishi i grirë, do na duheshe më tepër punë, po edhe struktura nuk do t'ishte njësoj si që kemi vepruar në këtë mënyrë. Pra, nëse do ta shkrin mishin, do ta punonim përsi, do ta linim të qetësoheshe pra për t'i dhënë formën e qofte dhe ishte avaz tjetër. Kurse kështu, siç është, në ngrirje i marrim dhe pastaj i fusim direkt në pjekje apo në skuqe. Unë po i vendos në ngrirje dhe sigurisht do të kemi mundësi të tjera. Pra, ne nëse e punojmë, ne duam që brumin ta marrim ta vendosim në frigorifer 30 minuta. Pra, ne këtu të këto qoftet, ne nuk kemi nevojë ta vendosim 30 minuta, sepse janë në ngrirje. Pra, në momentin që fillon dhe shkëputet nga letra, atëherë ju vendosni avash, në sa gradë? Në shumë pak gradë. Tek 150, dhe ato të bëhen kështu të shkrifta, të buta, pjesa e sodës, ajo uji gazuar. Po, i bëjnë efektin e tyre. Nuk do flas më. Që gatuaj më pas, sepse do kalojmë tani tek Më pas do të gatuajmë, më pas, tani direkt do të gatuajmë një sup me qep, që është një super sup. Sup me qep, super sup. Shihemi pas mesazhit promocional. O, palace. Gjesi. Mirëmëngjes. Kjo nuk më duhet këtu. Këtu kam unë kos? Kam kos. Shumë në rregull. Dashur, më falë ndoshta dhe të shqetësoj, atë s'është ora e përshtatshme, nuk e menduar i qetësoj dhe ti je në punë, kur ti jesh e lirë, të mbarosh nga punët e tua, mesazh. Më vjen keq, jam në udhëtim, sot nisem në orën 6, nisem për në Florida, dhe nuk e di sa do ri andej. Liza niset për në Florida. Besoj që ti je pjesë e emisioneve. Falë. Është momenti tani për të përgatitur supën, le t'i tregojmë përbërësit e saj dhe më pas hapat që duhet të ndjekur për t'i marrë rezultatin e duhur supës tonë me qep.
1 kilogram qep të prera holl, 2 thelpinj hudhër, 2-3 lugë gjelle gjalp, 200 ml verë e bardhë, 1.2 apo 1.5 litër lëng mish viçi ose lëng pule, 1 gjethe dafin, 150 apo 200 gram djath i grirë, krip, piper, trumz, buk fshati ose baget. Ja të shojmë tani se Franca i gatuan këto lloj suprash. Kjo është, po, është një supë franceze. Gjë që ne nuk i kemi bërë në gjysmë hënë qepët, po i kemi prerë të imta. Pra e njëjta gjë. Ka shtesën bagetën. Ne s'kemi pas baget vogël, ne merremi fet bukë dhe normalisht. Verën, nuk merrni verën, në vend të verës ne shtojmë uthullën. Pra, janë gatime, prandaj them vazhdimisht, janë gatime tradicionale dhe gatimi kulinaria asnjëherë nuk ka kufi. Absolutisht. Ne qepën e përdorim, kështu siç është karamelizuar, e përdorim edhe tek byreku me 2 pet, korça për shembull e gatuan shumë, byrek me qep, duke i shtuar pastaj një vezë pret me vezë, siç bën atë byrekun me arme. Pra, e përdorim edhe në gjell, me qep. Me pak gjalp. Gjalp, vaj, gjë që fillon edhe zbutet qepa, derisa të marri atë ngjyrën e duhur. Ngjyra kafe, shtojmë pak ose fare sheqer, që është opsionale, për një karamelizim akoma edhe më të mirë. Pa tjetër që kërkon të bëhet në zjarr të avazh, gjë që prandaj dhe unë e kam bërë pak më përpara. Nuk kalon, absolutisht nuk kalon as në blender për të bërë kremozë, sepse lezetin e ka kështu, lezetin shihen si të doni ju, atë çon si ka. Pa tjetër që unë këtu kam kripa, gjë që e shtoj tani mbas sheqerit. Jap një përzierje sërish të duhur. Bëj një shuarje me verë të bardhë. Derisa fillon zhurma të qetësohet dhe avujt është dhe alkooli të tavulloj. Presim derisa aroma e verës shuhet. Patjetër që do të shtoj pakës piper, kumin, kimino në varësi të krahinave. Kam 2 thelpi hudhër, gjë që i kaloj në rende. E shtoj me buljon, viçi ose në të kundërt asgjë. Unë preferoj, për ta thillë më tradicionale, thjesht në ujë. Pse? Sepse unë nuk dua të më humbas shija e qepës. Pra nëse në do ta kthejmë në gatimet e vendit tonë. Shikojmë që fillon një si tip karamelizimi, shiko? Po, dhe është normal që të fillon, sepse... Pra fillon dhe shkëlqen masa, që e ndihmon, patjetër që e ndihmon, gjalpi, shtoj, dafinën, një pjesë trumze, gjë që pjesën tjetër do ta shtoj më pas. Mbar një mas ujë, dhe ja, kur qetësohet edhe zhurma, e lëm që të zjej gradualisht, avash të zjej. Kam një mas djathi. Djathi mua më duhet të jetë i fort. Dhe jo pa qëllime kam lënë të tillë. Në pjesën e hudhës nuk ka problem. E gri imët.
I këndshëm është mund të shtojmë edhe djathin e bardhë të dhis, por normalisht duke ja bërë pak yzmetin që të jetë i fortë. Siç bëra dhe unë yzmetin që të jetë kjo pjesa e fortë. Dhe tani, në momentin që unë vërtet djathi e ka mbaruar misionin e vet që të jetë i fortë, tani po, unë i bëj shërbimin duke e mbledhur me pelikola dhe kam të duhur. Ruajtur në frigorifer. Do t'i shtoj një mas gjalpi, gjë që masën e gjalpit unë e përgjysmoj që në fillim. Çka i shton edhe atë kremozitetin, i bërë më të shkëlqyer, më delikate, më të butë, dhe i jep edhe shije dhe aromë të mirë. Më duhet buka. Sigurisht që buka duhet jetë... Unë kam bukë të thatë, ja, jo më kotë, pra mund ta përdor për qoftet, dhe normalisht për tranan, për të supën. Për këto pjesët e gatimi që mua më duhet bukë e fortë. S'më duhet që ta kaloj fare në nxehtësi. Pa tjetër, ka i është larguar ajo lagështia. Për të pasur për shembull tek trahanat, normalisht merrni një copë beze ose thjesht edhe klufët e asikut, vendosni bukën dhe ju ta keni bukën e thatë. Pra, gjatë gjithë dimrit, unë vetë të them drejtë nuk e kam bërë, por shikoja të gjitha gratë jashku në vendin që kam jetuar, vendosin të gjitha këto në formën e zajreve. Dhe asnjë copë buke nuk e hidhin poshtë, asnjë copë buke, pra gjithçka. Sepse dhe kthehet në galetë. Në sallatat e duhura për shembull, në salcat e duhura, gjë që ne do t'i bëjmë sepse është edhe muaj i tillë, do shikoni që buka hyn në çdo salcë. Në çdo salcë. Pra, e lëmë njën edhe pjesën e këtë që prem e kemi për ta servirur kur të ketë zirë supa, ne o ta lëmë të zje dhe pak minuta, se kemi ato minutat e publicitetit, që të zje dhe vetëm aroma që lëshon, është ajo ndërthurja e erëzave, që e pa gjithashtu, e vendos dhe e lë të bëhet. Rezultat të shkëlqyer. Do të kalojmë në publicitet, dhe supën do ta lëmë të zje avash dhe kalojmë pastaj te receta e tretë. Një recetë shumë e thjeshtë, kunguj me kefir, me hudhra dhe me kefir. Super, edhe e shëndetshme, e shishme pashtu për vaktet më të lehta. Shkëputemi për publicitet, ju presim pas pak. Jemi rikthyer për të vazhduar me recetën e tretë, siç e tham, kunguj me kefir. Një kombinim shumë i shishëm dhe shumë i shëndetshëm. Kemi kefirin nga lufra, po ashtu mund ta përdorni këtë recetë edhe me kosin tradita, që ka një shije fantastike, një kos i zënë në shtëpi. Por më parë do t'ju lexoj çfarë ju duhet tjetër. Kungulleshkat, po, i prisni kështu në disje, jo shumë të holla, na duhet që të ketë një çik. Vendos kapakun. I vendosëm për të skuqur në vaj dhe pastaj do t'i kombinojmë me shijen me pak hudhër, me vaj ulliri kemi, kosë dhe kefir, krip. Mund t'i përdorim të dyja variantet. Ne duam të shijojmë. Kefirin. Nëse ne duam pak masë më të trash, atëherë te kefiri shtojmë pak kosë. Një përzierje të mirë. Shtoj pakës fare kosë. E duaj që ka të masën që tjetë e trashta, mamë si kosi që zënë. Po. Thjesht kombinojmë të dyja shijet, se janë në një familje, të dyja na ofrojnë probiotik natyral për zorën tonë. Pakës vaj. Një zorë e shëndetshme, si themi ne, një tru i shëndetshëm. Kripën. Normalisht dhe thelpit dhe hudrës, sot hudrës nuk kemi ndarë. Të grirë kështu, duke e lënë pak hudrën, aktivizohet më mirë
përbërësi elementi që e bën atë të jetë një antibiotik, siç është alicina, dhe më pas e konsumojmë. Kjo Sa është më të mënyra vogla, do të thotë që këtu janë vëndi. Janë vëndi, po. Ka një shije, janë pak, po, janë më djegëse dhe të japin në fund fare një ëmbëlsi në gojë. Tash ëmbëlsi i thonë që në krahasim me hudrat flas. Po, është e mirë. Është e mirë, është kuruse, është sidomos shëndetshme. mosha ime tutje kanë të nevojshme goxha, përse du të marrim ilaçe duke qenë se një thelpin në ditë duhet të hudrën në mëngjes dhe jemi shumë në rregull. Një përzierje. Kosi. Pardon-moi. E I heq largojmë korrekt. tani, nëse i mbajmë këto për Po këto i heq që mos kemi gatimin, pak kos dhe pak kefir që na ofron probiotik natyral, e merrni me vete, konsumoni për gjithë familjen, janë në 2 masa dhe sigurisht që duhet të dim pastaj se si kefiri është një alat shumë i mirë për zorën tonë, për shëndetin tonë, duke e konsumuar atë në mënyrë të vazhdueshme, bëjmë të mundur edhe një tretje më të mirë të ushqimeve. Mos pretendoni që kungujt t'i skuqni, sepse është ajo mahnia që t'i skuqim e të marrja atë ngjyrën e errët. Nuk duhet ngjyra e errët, na duhet tamam ngjyra e kungullit të jetë ajo e verdha e bukur, ja. Ngjyra e errët është e zbutur dhe normalisht me kosin ka një super shije. I shkon mirë, të them të drejtin, i shkon mirë për një sekond me një ulje. I shkon mirë goxha koperi. Por, nëse s'kemi koperin, shumë mirë i shkon majdanozi. Pse? Sepse i jep freskin. Shkoj në baçen, në kopshtin e rrezës. Ti marrim pak edhe bimët tona aromatike. Dhe kam sa të dëshironi këtu. Por, edhe një, do shkoj sërisht. Sepse shoh që pas kam një pak mirë këtë përzierje. Kam dhe një kefir tjetër. Një përzierje gjithmonë, një tundje të mirë, shekit. Ska, shekit. Dhe shtoj. Ma e shet gjithë që do bëhem koprace, sikur. O, pak tu. Marë. Sa mililitër që? Të 400 mililitër. Tani për abys metin edhe vetes, faktikisht sepse do të konsumoj edhe vetë. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe pakës limon, ose uthull molle. Nëse dëshironi, në të kundërt, gati. E largoj. Misioni skuqjes është këtu, nuk dua më tutje. Zhytini në vaj. Të servirim tani recetën. Nuk ka nevojë për një letër kuzhine që të kulloj vaj, se na duhet, sepse është i duhur. Do e montojmë, do e ndërtojmë tani recetën që të bashkojmë edhe pak me tu. njëra tjetrën. Edhe kjo pjesa tjetër, këtu. Shtoj dhe një mas hudhra aty, vaj, të tillë, majdanoz, gjë që nuk do të thotë që unë të shoj gjithë masën atje. Pra ndërtuam mirë në formën si të bëjmë për taratorin. Dhe ashtu e ka lezetin si që janë të ngrota me atë sasinë dhe kosi i ftohtë.
konsumojmë kështu si që janë direkt, ose i lëmë të ftohen, mund t'i konsumojmë në vaktin tjetër, por dim që janë të shishme gatimet të tilla. Mund t'jetë një recet e një vakti të lehtë, mund t'jetë recet shoqëruese e një vakti tjetër, por ne ndërtuam një tërës të tillë, i afrojmë pak edhe recetat dhe i bëjmë një përmbledhje se çfarë kemi përgatitur ditën e sotme në kuzhinën e Reze Dielli. Po patjetër që edhe një pastë Ola s'do ishte keq, po meqense s'kemi minuta e lëm ditë tjera. Nesër. Pasta nesër i ke direkt. Meqense e kishim në plan. Pra e nisëm me qofte shtëpie në tavë, punuara shumë mirë, duket dhe pjekja dhe aroma shija është shumë e mirë. Ju i shihni dhe një herë produktet, mish të grirë, vezë, majdanoz, buk të thatë ose galet, një qepë gririme, 2 hudhra, ujë të gazuar, salcë speci ose salcë tomate, krip piperi zi dhe paprika shtuam ne, pluhur, spec i kuq pluhur. Kalojmë tek receta tjetër, këtu është përfundimi, siç e shihni. Receta tjetër është supa me qep. Supë me qep, të prera holl, të kaurtisura, të karamelizuara, me 2 thelpi njudhër, me gjalp, pak verë të bardhë për ta shuar, lëng mishi, dafin, djathi grirë, krip piper trumës dhe buk fshati ose buket. Kjo është supa. Kemi shtuar edhe kubik me buk të thatë dhe i bëft mirë. Nuk e pse duket pak më errët aty. Kunguj me kefir dhe hudhër, kunguj të njom, kefir, hudhër, vaj ulliri, krip, përshije, koper ose majdanoz. Ne shtuam, zgjodhëm majdanoz, edhe koper ishte një alternativë shumë e mirë, sot zgjodhëm majdanozin. Këtë kefirin do ta konsumojmë kështu me majdanoz, siç është pak krip, shumë shije. Ajna bëft mirë. Ja ju paça, agjërim të lehtë paçi dhe shpresoj që t'ju kem ndihmuar paksa në zgjidhjen e recetave, sepse këto receta janë në bazë për agjërimin. Po, sigurisht në javë të mbar, ditë të mbar, çfarë që do i zemra ju. Edhe të kreshmës se janë të dyja paralelisht këtë vit. Po, që filluan bashkë me besimtarët musliman dhe ata ortodoks, të bëft mirë edhe ty. Ndërkohë ne do të shkëputemi dhe ju presim pas pak në Bima dhe Shëndeti. Të lumë shinduart. Faleminderit. Në Bima dhe Shëndeti, sot me doktor Ylli Merian do të trajtojmë problematikën e cirozës së mëlçisë. Çfarë është ajo? Ky organ kaq etik për shëndetin ton, bashkë me doktor Ylli në studio, në tryezën tonë edhe natyrën shqiptare, fuqinë e natyrës. Kopështi i gjelbër që rigjeneron mëlçinë. Këtë laborator që punon ditë e natë, një organ etik sigurisht pa u lodhur, që duhet mirëmbajtur. Patjetër, por që hera herës mund të rrëmbehet nga flaka e infeksionit dhe këtë flak çuditërisht e shuajnë bimët mjekësore. Njerëzit duhet ta dinë si të mbrohen, si të mos a dëmtojë mëlçinë, këtë organ kaq të fuqishëm dhe jetik të jetës së njeriut, dhe si ta shndrojnë këtë kopësht të gjelbër me të vërtet në një ilaç natyral për të shëruar mëlçinë e dëmtuar, ndoshta pa e ditur nga njeriu. A mund të ndodhë që pa e ditur njeriu për vite të tëra mund të vuajë nga ciroza e mëlçisë, meqense kjo është problematika që të shtrojmë sot për këtë organ? Mund të ndodhi në fazat e para. Mëlçia si organ nuk dhemb, nuk jep dhimbje, por jep ca simptoma, disa shenja që njerëzit me të vërtet duhet i dinë, duhet i mësojnë, edhe ne le t'ju transmetojmë nëpërmjet këtij emisioni. Po, patjetër. Atëherë të flasim fillimisht çfarë është ciroza, si shfaqet ajo, edhe cilat janë këto simptoma për cilat ju folët? Po. Kjo është, si thuash, do të thënë, është një sëmundje kancerogjene apo jo, ku ndryshon nga për shembull nga mëlçia e yndyrosur, çfarë në të vërtetë është ciroza? Atëherë, nëse do ta shikojmë mëlçinë si një organ, si një laborator të organizmit, i cili kryen afërsisht rreth 500 funksione të shumta për mirëmbajtjen e shumë parametrave homostatik në jetën e njeriut. Mirë po, krahas këtyre funksioneve, kjo
që t'i kryej mirë këto shërbime për organizmin, është e detyruar që të mbaj një sasi të madhe, pra gati 10% të peshës trupore të saj, ta mbaj kolesterol. Por është e detyruar që ta kryej këtë funksion të ruaj edhe sheqerin. Pra, ta marri glukozën, ta shndroj atë në një glukagon dhe ta depozitoj, dhe mandej pasaj nëpërmjet, pra duke e marrë glukozën, e kthen në glukogen dhe pasaj nëpërmjet glukagonit, kjo ta shndroj përsëri në sheqer dhe t'jap organizmit kur ky nuk e merr. Edhe ky shërbim që kjo i bën organizmit është me të vërtet i mrekullueshëm pasi e mban këtë aktiv gjatë gjithë ditës. Mirë po, nëse ne do të tregojmë të pakujdesshëm, të pavëmendshëm, që atë 10% që themi të yndyrës që kjo e ruan aty, atë 10% e sheqerit që e ruan në formën e një glukagoni, të mos atë tepërojmë, sepse kjo sasi yndyre do të shtohet në mëlçi dhe kjo shtesë do të shpërndahet si thuash në të 8 lobet e saj, dhe ky dhjam i tepërt, kjo yndyre e tepërt, nuk do ta gjejë më kohën ndoshta për t'u djegur, sepse i vjen radha yndyrës tjetër të ditës tjetër që mund të depozitohet këtu, dhe ndodh që këto qelizat e shëndetshme të mëlçisë të mbingarkohen me kolesterol. Ose këto mund të na mbingarkohen me sheqerna. Po çfarë do të bëj mëlçia në rastet kur kjo mbingarkohet me këtë kolesterolin? Dhe këto qelizat, këto indet e saj, duan një farë rigjenerimi. Ajo mundet të vërë në funksion një lloj qelize stelate, të cilat ndodhen këtu dhe duan të kryejnë një farë rigjenerimi të saj. Si thuash, është një flak inflamacioni që detyrimisht kërkohet të shuhet. Mirë po, këto qelizat stelate mund të na bëjnë këtë veprim. Të prodhojnë një kolagen, i cili vërshon në për këto duktuset biliare, ose në ato rrugët biliare, të cilat me kalimin e kohës këto mund të kthehen në fibrina të holla, si fije, të cilat me kalimin e kohës e ngurtësojnë mëlçin. Kështu që njëri lobi kësaj detyrohet që të mblidhet të tkurret dhe lobi tjetër kaudat të fillojë një farë zmadhimi të saj. Pra, duke bërë gjithë këto hapa, nga një dhjamosje e mëlçisë, duke kaluar në një fibrozë të lehtë, duke kaluar në një fibrozë të mesme, në një fibrozë të rëndë, atëherë mëlçia kalon në një cirozë. Pra, mblidhet njëri lob, ngushtohet dhe këto që neve theksuam, këto qeliza që tentojnë për ta shëruar mëlçin, për ta kuruar atë, mund të na formojnë si ishuj, si noduse, të cilat me kalimin e kohës këto fryhen, dhe këto noduse dalin në pjesën e sipërme të cipës së mëlçisë dhe hera herës, këto jo vetëm që e trashin, po e shformojnë atë. Dhe fillon ndryshimi i ngjyrës. Nuk është më ngjyra normale e mëlçisë, por ajo merr një ngjyrë të verdhë në kafe të errët, që në greqisht, cirrozis do të thotë ndryshimi i ngjyrës nga e verdhë në kafe të errët. Pra, nga kjo... Pra, zverdhja... Një ndryshim ngjyre e verdhë në kafe të errët. Kjo do të thotë cirrozë. Si kuptim, si themi, leksikor, kështu ka lindur. Ndërsa, e përkthyer tash në atë kuptimin fiziologjik të saj, mëlçia fillon ta ndryshojë shumë atë ritmin e punës së saj. Ajo, si thuash, ne përmendëm atë vërtet atë flakën e inflamacionit, por ajo fillon që të djegë në brendësi, ajo drita e punës normale ka filluar që të ulet, e njeriu se ka lënë mëlçi ndonjëherë që kjo të qetësohet, të rimarri veten, ajo flaka të filloj të shuhet dhe drita e punës të ky laboratori i madh i organizmit të filloj që të riaktivizohet përsëri.
Tani do të kalojmë tek ato shenjat, simptomat që shfaq gjithë kjo flakë e brendshme, gjithë ky vrull, ky ndryshim që vjen gradualisht, nuk vjen me një herë. Vjen gradualisht nga shkaktohet fillimisht, si shkaktohet? Ultimin ushqimet, jeta sedentare apo është diçka që kujtun është e trashëgueshme, është genetike, si lind? Ka njerëz të cilët hanë bukë në darkë vonë, në orën 10-11 kur vinë nga puna. Dhe kjo darka është e rëndë, nuk është një gjë e lehtë, për shembull. Atëherë, një pjesë të madhe të kësaj yndyre, organizmi nuk arrin që ta djegë, sepse është i qetë, shtrihet krevat dhe fle. Pikërisht ora 12-11 e natës deri nga ora 3, mëlçia ka një kohë që e quan si çlodhje të saj, ajo sigurisht që punon. Por le ta parafityrojmë kështu në mënyrë vulgare, një laborator ku janë kryer eksperimente ditën, ku janë prodhuar disa reagent kimik që janë hedhur, pra është ai lumi i artë i bilës që është tretës i fuqishëm në organizëm, dhe këto epruveta duhet të pastrohen, e të vihen në vendin e tyre që ditën tjetër të rinis dita e re. E nëse mëlçia nuk e gjën këtë qetësi, se njeriu për shembull në orën 12-1 e tjera është, po e quajmë duke ndjekur një emision televiziv, mëlçia në këtë rast shqetësohet, nervozohet dhe fillon ai inflamacioni i lehtë. Nëse ham darkë vonë dhe do të flem, mëlçia pak e nga pak, në mënyrë graduale do të na fillojë një dhiamosje të lehtë të saj. Që do të thotë, fillon një farë steatoze e lehtë. E po u treguam përsëri të pakujdesshëm, që të marrim të pijmë për shembull alkool. Disa e fillojnë ditën me 100 ml në mëngjes, në drekë, në darkë. Pra edhe me stomakun bosh pa u shoqëruar. Po, atëherë, le t'i themi qytetarit kështu. Në 100 ml alkool, ti merr afërsisht 400 kalori. Atëherë, 1 gram alkool baraz me 4 kilokalori. 1 gram yndyrë baraz me 4 kilokalori. Pra, nëse ne do të marrim për shembull 100 ml alkool, që i bie afërsisht në 250 ml raki, atëherë i bie që ky të marr 400 kalori, sikur ky të pi 2 dopje e gjysmë. Po kur pin më shumë, ky merr një sasi të madhe të energjisë vetëm nga ky produkt, të cilën mëlçia nuk arrin dot që ta djeg dhe e konverton dhe e ruan aty në formë në një dhjami. Aq më keq kur kjo dozë pihet në darkë, në mbrëmje. Sidomos, po, më keq pa diskutim. Në qoftë se do të marrim për shembull një mish që ka yndyrë të lartë, kolesterol të lartë, edhe këto kanë 4 kilokalori për 1 gram. Nëse ne nuk e djegim, që sikur pas darkës të bëjmë një ecje e kështu me radhë, detyrimisht që kjo do të depozitohet në mëlçi. Po ky dhjam i depozituar patjetër do e bëj mëlçinë steatozike, që do të thotë fillon të dhjamosen ato qelizat normale dhe të rrisin pak volumin e tyre. Nëse do vazhdoj me kalimin e kohës që njeriu të tregohet i pakujdesshëm, që krahas këtij ushqimit të çrregullt, krahas pijeve të ndryshme alkolike e kështu me radhë, të marrim për shembull se ky detyrimisht do të fillojë që të marrim medikamente. Dhe të fillojmë që të marrim medikamente, po për mëlçinë, për zemrën, për të ulur tensionin, kolesterolin e kështu me radhë. Sigurisht që do të shkojnë aty dhe do të më bëjnë një farë çrregullimi të funksionit të mëlçisë. Pra, kjo është mësuar, si thuash, si të punojnë në një ambient me trëndelin, tash i kthehet e të punojnë në një ambient me tym duhani, me pije alkolike, me ushqime të dhjamosura, me dhjamra e kështu me radhë, dhe ushqimet përpunuara. Plus këtyre shtojmë edhe ilaçet e shumta që në vend të flasim ndërgjegjes që shiko, hajt heqim dorë nga kjo jetë disi e çrregullt, po e çrregullt, bëjmë të kundërtën, vazhdojmë përsëri ta toksifikojmë. Por nuk mjafton me kaq. Njeriu kur nuk është në gjendje qetësie, normale kështu, kur fillojnë këto çrregullimet, patjetër do t'i krijohet stresi. Po çfarë është stresi? Është një mërzitje që e kalon mëlçia në kurrizin e saj për fajin e kokës. Stresi, doktor, në shkakton sëmundje apo stresi në përgjithësi i njerëzve përparon ato sëmundje që mund të jenë të fshehura? Pra, nga stresi lindin sëmundje të reja, shkaktojnë sëmundje të reja, apo thjesht përkeqësojnë ato dhe që janë në gjendje jo aktive?
Shiko, sikur ti themi një njeriu që është i stresuar, merre këtë peri dhe futet e gjilpëra. Ai nga emocionet nuk do ta fus. Po kjo nuk krijon sëmundje. Jo, kjo çorodit organizmin, prish atë balancën fiziologjike dhe do të filloj truri të prodhoj toksina nga nervozizmi. Atëhere, këto toksina do fillojnë të na toksifikojnë organet e brendshme, në veçanti mëlçin. Pra, mëlçia nga një organ që bën detoksifikimin e trupit, do të toksifikohet për vete nga kjo pamundësi, sepse ato impulse nervore negative janë në mënyrë të vazhdueshme. Atëherë çfarë do bëj kjo? Detyrimisht do të filloj që nga nervozizmi të filloj të rrisi, të zmadhoj volumin e saj. Doktor, dëgjoj shpesh, domos të rinj, të cilët ndeshen me këto ushqimet, kanë qef këto ushqimet e vona, alkoolin gjithashtu, i thotë, jo, analizat i kam shumë mirë, nuk kam asnjë gjë, mëlçinë e kam të pastër në analiza. Tani, çfarë duhet t'ju themi, se ngrohen me këtë pjesën edhe duket sikur Po pa tjetër, pra le të themi që, unë e kuptova, ka edhe njerëz që marrin kështu, le të themi, ushqime që ju japin kështu rritje të volumit artificial të muskujve, të forcimit të muskujve e kështu me radhë. A duhet jenë të qetë? Me që se bërë një palë analiza, dolu në rregull dhe jam në rregull, nuk kam asnjë problem me mëlçinë dhe vazhdojnë të konsumojnë alkool apo të konsumojnë ushqime jo të shëndetshme. Unë e theksova që mëlçia nuk dhemb dhe nuk i jep shenjat që në fillim. Po kur i jep kjo shenjat, atëhere ka ardhur një fazë shumë e ka preparuar. ardhur në një fazë shumë të lartë. Ajo analiza e gjakut mund të mos më tregoj gjendjen sot, po mund të më tregoj një gjendje të një periudhe të mëparshme. Atëhere, nuk do të them që duhet bërë vetëm analiza e gjakut, për shembull këto provat e heparit. Ku ne të shikojmë ALT-n, AST-n, për shembull bilurbina totale, direkte, indirekte, por duhet parë edhe kolesteroli, se po është kolesteroli i lartë, në vlerat për shembull mbi 280 mg për decilitër, patjetër që e ngarkon mëlçinë në mënyrë progresive, pak e nga pak. Po duhet bëhet për shembull edhe një eko abdominale, ku të shikohet nëse mëlçia është me ato indet e saj normale, ajo del si e errët në atë fushën e ekranit. Nëse kjo ka filluar që të dhjamoset, atëherë ajo duket si një faqe mali me borë. Pra, kjo zbardhja e mëlçisë na tregon që është e dhjamosur. Nëse ka vatra zbardhje, do të thotë që sikur sa janë formuar këto ishujt e parë të kolesterolit, të pllakëzave dhjamore në mëlçi. Ky është një moment i artë, si kur njeriu ta kuptoj, për shembull që, shiko, unë e pas kam tepruar diku, po ja u çova dhe si kur ndihemi lodhur. Atëherë, ky është momenti që neve pas kësaj lodhje, pas kësaj këputje trupore, ndonjë gojë të thatë, ose pak të hidhur, ta bëjmë këtë kontrollin e mëlçisë. Pra këto janë ato sinjalet e para që duhet i mos i neglizhojmë? Kjo lodhja dhe bulesa? Se ja vëmë ndonjë lodhje nga puna, po mund t'ja vënë elementeve të tjerë. Pra, me lodhjen lidhim shumë gjendje. E qartë. Por mendja duhet na shkojë që shiko, unë po toksifikohem, po helmohem. Dhe kush do ma bëj këtë punë që të mi largoj toksinat? E para është mëlçia, e dyta është veshka, e treta është lëkura. Bëjmë një analizë tjetër. Kur çohem në mëngjes e kam gjë gojën e thatë, ose buza ka ndryshuar ngjyrën e saj normale, ose le të themi kemi një gojë të hidhur në mëngjes, kjo është një shenjë më e përparuar e dhjamosjes së mëlçisë. Edhe e tëmthit ndoshta, se populli e lidh për mund tëmthit. Po mundet që një lum biljar edhe mund të na japi këtë. Po ne prandaj themi që i kapim këto simptoma, ky qytetari nuk është mjek, po mjafton që kur të vej tek mjeku, të dëgjoj trupin e tij dhe kur të vej atje të di ku do të shkojë. Pra duhet të shkojë tek një hepatolog. Aty pasaj ai bën ekzaminimet. Pra të mos ngatrohen edhe këto simptomat, shenjat lodhja, kjo goja e thatë apo pra, nëse këto janë të përsëritura, se një herë, dy herë, trupi lodhet, kjo mëngjesi, kjo plogështia,
tharja, shija e keqe në gojë, si e hidhur që ju po thoni. Po, patjetër, Të gjitha këto na çojnë te një mëlçi e ngarkuar, gjë që do të na bëjë të shkojmë të bëjmë analizat fillimisht, po ashtu dhe një ekoabdominale që nuk duhet të neglizhohet. Lodhja mund të jetë edhe nga një punë e sforcuar, po u sforcuam punë, na rritet kjo ALT-ja, si tregues i transaminazave të mëlçisë. Pra, ka një farë lidhje edhe me faktorë të tjerë, por ne të ndjekim rendin ose grupin e analizave të mëlçisë, duke analizuar edhe veten, domethënë çfarë kam ngrënë dhe pirë afërsisht 1 muaj ose 2 muajt e fundit. Një cirozë që lihet e neglizhuar e pa trajtuar, ku na çon më pas? Hapi tjetër i përkeqësimit të mëlçisë? Atëherë, hapi tjetër, shiko, sëmundjet janë, kur themi progresive, do të thotë që rriten, përparojnë. Tamam si e fëmija që është klasën e parë, 2, 3, do e mbarojnë 9 vjeçare. Edhe sëmundja, po e lam, do të vazhdoj ciklin e vetë, që do të thotë, ne përmendëm ato fibrat, ato fibrinat që formohen në për këto rrugët biliare. Po këto, sikur të bëjmë një krahasim trashfare, është sikur rrugët i marrësh dhe ti mbushësh me i beton të ngrirë. Mëlçia tashme ka humbur atë butësinë e saj. Këto fibrat që janë formuar e ngurtësojnë atë dhe po ta preksh mëlçinë është shumë i fortë si organ. Sa më i fortë të jetë, aq më shumë ka përparuar sëmundja. Për këtë bëhet dhe kjo elastografia, që të shikojmë me çfarë për shembull fuqie reagon mëlçia kur kjo goditet me një tufë rrezesh. Ka atë elasticitetin apo jo? E ka butësinë dhe elasticitetin dhe në qoftë se për shembull le të themi kur goditet me atë aparatin dhe kjo po e quajmë 9 kilopascal. Atëherë themi që jemi në rrugën e një fibroze. Po të merren masa urgjente, atëherë kjo flak që po djeg mëlçin shuhet. Qartë. Pra, deri tek kjo fibroza, njeriu ka kohë që ta rigjenerojë atë. Të veprojë që të mos e Nëse do të lëm, për shembull, edhe kjo fibroza e mesme, për shembull, ose e lartë, është kapur dhe njeriu merr masa të rrepta që të ndryshojë dietën e kështu me radhë, ai nuk arrin në cirozë hepatike. Nëse ka arritur, tash ku është fundi i kësaj? Ato që lizat pak pas reklamave, sepse do të tregojmë edhe pas trajtimit çfarë e bombardon prej natyrës mëlçin që e mban atë të shëndetshme duke mos kaluar në hapa të tjerë më të përkeqësuar. Publicitet. Është shumë e rëndësishme të ndjekim se cilat janë ato bim apo kombinime, formula natyrale që ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të mëlçisë apo trajtimin e gjendjeve për cilat folëm, qoftë ciroza apo fibroza. Mund ta nisim me atë pyetjen që cila është bima më e fortë, më e fuqishme që ndihmon mëlçin? Po, nëse do të futemi në luftë me sëmundjen, nuk mendojmë se njëra është kolona më e fortë e saj. Pasi unë ka vendosur të parën këtu renesansës. E jo pa qëllime kemi vendosur. Kjo në mënyrë të përshkallëzuar pak e nga pak, fillon që njeriu t'i neverisi pijen alkolike. Kështu që nëse do të hedhim me vërtet nga një lugë kafe tek kosi i mëngjesit, atëherë njeriu fillon që t'i ulet ajo dëshira për të pirë. Pse ndodh kjo gjë? Nëse alkooli për shembull në gjak ka një përqendrim le të themi 0.05, atëherë kjo fillon ta uli pak e nga pak dhe nëse do t'i afrohemi 0.01-shit, atëherë ikën si thua se shuhet ajo dëshira për të pirë si më para. Nëse shikojmë më tutje, kemi vendosur piperin mix dhe shafranin e Indis. Është e mira që njerëzit që ndodhen në këtë fazë të përdorin nga pak shafran indie. Ajo ka një lëndë aktive kurkuminën, e cila është anti-inflamatore, pra më heq inflamacionin e mëlçisë. Por rritet fuqia e saj kurative nëse e bashkëshoqërojmë me pak piper të zi. Ajo piperina është si një stimulator, si thua, si një indikator, do të thotë vepro më shpejt, hidhu më shpejt në funksion. Ose merret ky piperi mix në doza, nëse këtu do përdorim kurkumin 1 deri në 2 gram në ditë, pra 1000 deri në 2000 miligram në ditë, dhe më pas me kalimin e kohës do ta ulim, nga kjo mund të përdorim rreth, si thua,
10 mg, shumë pak, një maj lugë kafe. Këto janë, si thuash, dy të parat që fillojnë të na japin një farë ledhatimi të mëlçisë. Pra një përkujdesje të parën. Sigurisht, ai smuri duhet marrë masa të rrepta që t'i largohet asaj jete që ka bërë deri më tani. Duke larguar këto, duke u futur në një botë me të vërtet të gjelbër, tek mbrojtësit e gjelbër, ky do t'a gjejë zgjidhjen pa diskutim. Vazhdojë më tutje. Atëherë le të kapim, si të thuash, majat e kësaj gjëje që do të më kryen atë mision të madh të mëlçisë. Kush është? Përkujdesja dhe mbrojtja e mëlçisë. E para. E dyta është që të filloj lirshëm ajo rrjedhja e tëmthit, e bilës. Sepse, duke qenë që ato rrugët e biljare janë të ngarkuara, të ngushta e kështu, ajo toksina t'i mban në veten e saj. Duke u çliruar këtu, ajo do filloj që të qetësohet, të detoksifikohet. Dhe së fundmi është që të bëjmë me këto bimë, me këtë mbrojtje të gjelbër, të bëjmë me të vërtet një drenim të mirë të mëlçisë. Po i harritëm këto 3 shtylla, ajo mëlçi pa diskutim që rigjenerohet, ose nëse kjo ka qenë në stadet e fundit të cirozës hepatike, të frenohet zhvillimi i mëtejshëm i saj, që kush do t'ishte. Ato noduset që ne përmendën, ato rriten, zmadhohen, dalin mbi atë cipën e mëlçisë. Ajo cipa e mëlçisë nuk është më si ai mëndafshi i holl dhe i shtrirë dhe i tendosur, por fillon që të formojë ato gungat. Ja, pra po t'i shohim ato me ngjyrë si ngjyrë deti, ato janë fibrat e krijuara. Ndërsa ato me ngjyrë të kuqe janë ato noduset, të cilat fillojnë të shumojnë. Ja, një interpretim ne mund t'ja bënim kësaj, pra kjo dhiamosja e parë, shoqërohet pa diskutim me vrap, me ushtrime e tjera. Këtu tash mëlçia fillon që të prishi atë cipën e saj të sipërme dhe ato noduset fillojnë të dalin mbi të. Mirë po, me rritjen e mëtejshme, ato fillojnë të qahen. Po të qahet kjo, atëherë do të fillojë të rrjedhi ai lëngu nga jashtë dhe është, si thuash, në atë foton e fundit, të fundit poshtë, të katërtën, ajo është pamja e cirozës. Atëherë, ai lëngu që rrjedh tashmë nga mëlçia, fillon të na infektoj zorët. Ai mund të ketë edhe qeliza kancerogjene, të cilat ju vishen zorëve, edhe ajo fillon i bën zorët i shpon, i bën bira. Fitore është nëse e kapim pa u çar ajo, mbulesa, mbështjellja e saj. Nëse është pa u çar dhe ne fillojmë që të mbrojmë mëlçin, të sigurojmë rrjedhjen e bilës dhe të drenohet mirë ajo do të filloj pak e nga pak një farë rigjenerimi. Në ç'më mënyrë, sepse sigurisht që ka mënyra proceset terapi të vazhdojnë. Më tutje. Atëherë, te ky kopshti i gjelbër, unë kam marrë, për shembull, lëpjetën, ajo lakra që e përdoret, hithra, radhiqa që është e njohur, bari i bletës. Pra ne përmendem që edhe stresi oksidativ e inflamon, e përkeqëson. Mendra ermir, pra që tash shikon jemi në muajin shkurt, ja pra ka dalë kjo në natyrë. Atëherë, plus bimë të tjera, që populli i njeh, për shembull, mund të përdorim edhe brokullën, rukolën e kështu me radhë në dietën e përditshme. Por nuk do të lëm jashtë loje. Angjinaren, një gjethe të hidhur, në tamam si shpat, shiko, muaj shkurt, shiko sa çfarë zhvillimi ka marrë. Atëherë, tashtin mund të përdoren shumë mirë këto gjethet me gjëmba, pasi me i thirrën e tyre, kjo na ndihmon që mëlçia të filloj të bëjë një farë drenazhimi. Pra, ato si rrugë, kështu, ja, ky është gjëmbi gomarit, si lubu mariano, ja, pra, këto janë të egra të natyrës, të mrekullueshme, ato farat e saj. Ato përmbajnë atë silimarinën, e cila është jo vetëm mbrojtëse dhe antiinflamatore, por fillon që të rrudhosi edhe ato noduset në brendësi të mëlçisë, ose edhe vaj gjembit të gomarit. Por nuk do të lëm pas dore lulen e basanit, e cila ajo hypericina, jo vetëm që është një antioksidant i mrekullueshëm,
po edhe antiinflamator, po është edhe një qetësues i mirë i mëlçisë. Në formën e vajit, për shembull, e përdorin Ose si çaj, ose si vaj e kështu me radhë. Po ne përmendëm që ato rrugët biliare bllokohen. Qarkullimi i gjakut është me shumë vështirësi dhe fillon që mund të na krijojnë varicet të ezofagut nga rritja e presionit dhe këto na krijojnë vështirësi në gëlltitje. Atëherë, futet murrizi, futet bishtamithi, të cilat na ndihmojnë jo vetëm në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, kjo murrizi, lule dhe frut për shembull që janë të mrekullueshme në këto raste, po lulja është dhe gjethja. Atëherë, fillojnë që të marrin për shembull jetë dhe të lirohen ende qarkullimit të gjakut. Pra këto varicet nuk mund të na shpërthejnë më dhe të na japin gjak. Kështu dhe si thuash ai vaj i balsamit kur ne e pim e zbut atë inflamacionin, e qetëson pjesën e ezofagut dhe ky njeriu do të gëlltisi ushqimin, sigurisht që do e përpunoj mirë, do e bluaj mirë në dhëmball dhe aty ajo të kaloj në formën e një pelteje pa i acaruar dhe pa i gryer këto varicet e ezofagut. Sigurisht që do një fazë patjetër për tu është prishur me vite, na duhen muaj për ta rigjeneruar. Por nuk do të vazhdoj ky rigjenerimi pa ndërprerje. Do bëjmë edhe pauza, do ta qetësojmë, sigurisht duke hequr dorë nga pijet alkolike. Kjo është e rëndësishme, pijet alkolike, duke ulur në maksimum dozat e ilaçeve dhe le të gjejmë edhe mënyra natyrale për t'i trajtuar sëmundjet dhe të vemi tashtin tek një trajtim me çajra detox. Pra, përmend vajin e basanit 2 lugë çaj në ditë, vajin e gjemgomarit 1000 mg në ditë, gjembin e gomarit, atëherë vemi tek një çaj detox, i cili ka, si të thuash, nga kjo bota e gjelbër rigjeneruese, 10-12 bimë që janë me të vërtet një detox shumë i mirë. Pra, mbrojnë, detoksifikojnë dhe shtojnë atë rrjedhjen biliare. Rrjedhje biliare që e lehtëson sadopak funksionin e mëlçisë. Faleminderit doktor për këshillat e sotme. Është një temë që zgjat dhe ka shumë informacion për të, por që do të kemi mundësi në herë të tjera të vazhdojmë të trajtojmë tema që kanë interesin tuaj. Faleminderit për vëmendjen, shihemi nesër.